Në emër të misionit katolik shqiptar në Lucern, ju përshëndes përzemërsisht dhe ju uroj mirëseardhje në mbrëmjen tonë festive, nata e gjatë e kishës. Një natë e veçantë që na mbledh në dritën e fesë, kulturës dhe shpirtit të përbashkët shqiptar. Sonte kemi përgatitur një program të pasur shpirtëror dhe kulturor, në cilin ngërshëtohen historia, letërsia, muzika dhe dashuria për trashëgimin ton të përbashkët. Për të filluar mbrëmjen ton, ju ftoj të dëgjojmë himnin e Atë Gjergj Fishtës, të interpretuar nga kori i misionit ton. Ky himn na rikujton zërin e një prej figurave më të ndritura të kulturës dhe fesë shqiptare. Nata e gjatë e kishave, Lange Nacht der Kirchen, ndoshta për realitetin tonë shqiptar, është një përvoj e re dhe jo shumë e njohur. Deri vonë natën për takimet si ky i yni. Kisha, përmes propozimit dhe organizimit të këtyre aktiviteteve, i fton njerëzit të përjetojnë hapësirat e saja në një mënyrë të re dhe krijuese, të hapura për të gjithë, pavarësisht fesë apo besimit. Hapja dhe takimi janë pika thelbësore të kësaj përvoje. Prandaj, kjo është një shenjë që i fton njerëzit të përjetojnë kishat dhe ambientet e saja përcjellse edhe si vende takimi, kulture, muzike, heshtjeje dhe përshpirtnie edhe jashtë funksioneve të saja liturgjike. Shkrimtari i njohur anglez, autori shumë librave, ka thënë se pas Budës, Jezu Krishtit dhe Muhamedit, është Konstantini ai që ka ndikuar shumë në ndryshimin e historisë njerëzore. Atëherë ne shqiptarëve na takon edhe më tepër që të flasim për këtë figurë të madhe, për shkak të origjinës së tij, se do ta potencojmë më vonë. Në përmbajtje, do të flas në pika të shkurtra kush ishte Konstantini dhe
për ediktin e Milanos, Këshilli i parë i Nikes, themelimi i Konstantinopolës si dhe reorganizimi i perandorisë. Këto janë ngjarjet të cilat kanë ndodhur në kohën e Konstantinit dhe ky është protagonist i këtyre ngjarjeve. Kush ishte Konstantini? Konstantini ishte i biri të njohurit Konstanc Klori, i cili ishte po ashtu një politikan dhe ushtarak, ishte perandor i një pjesë të perandorisë dhe po ashtu i nëna e tij Helena, që ishte një krishtere devotshme. Mirë po Konstantini mori nga të dytë. U bë edhe më i suksesshëm se baba i tina, u bë perandor i gjithë perandorisë, kurse nga nana e trashëgoi fen që hyri në histori si perandori i parë i Romës që u pakzua në krishterë. Kurse origjina na bën gjithë dhe krenar, sepse ai ka qenë një Iliro Dardan. Ai ka lind në qytetin Naissus, në mes të Romës dhe Konstantinopolës. Qyteti Naissus është emri i vjetër, kurse sot ky qytet quhet Niš, gjendet në Serbi. Por kjo mos t'ju hutoj se s'ka asgjë të bëj Konstantini me serbët as me sllavet, sepse deri në shekullin 19, përveç se kanë qenë Dardan, Nishi ka qenë edhe i banuar me shqiptar. Edhe pse ata po tentojnë ta përvetsojnë këtë figurë të madhe të ilirëve, flitet që po i mbledhin parat me bën një film në Hollywood, kinse ka lind në Nish dhe është slav. Kjo është një manipulim historik, sepse dihet fort mirë se slavët kanë ardhur në shekullin e 7, Konstantini ka vdekur në shekullin e 4, domethënë 300 vjet pas Konstantinit kanë ardhur slavët në Ballkan. Sido që tjetë, Konstantini i arriti majat e suksesit, duke u bë perandor i gjithë kësaj perandorie, gjithë kësaj gjeografike, që sillet nga Evropa, Azia e vogël, lindja e afërt dhe gjithë Afrika Veriore. Supozohet se në atë kohë këtu kanë jetu 55 dhe 60 milion njerëz. Ndërsa për kuriozitet, së bashku me Kosovë me Shqipni këtu janë 34 shtete dhe jetojnë 780 milion njerëz. Legendarit ti këndoj Adem Jasharit ti këndoj. Hajde bashk. Tash sa vjet se she prekozin dhe reqakon. Tash sa vjet se she Drenicën, tash sa vjet dhe Mitrovicën, tash sa vjet. Qo Adem, po thon lule dranda filet. Qo Adem, po thon kongë, thon vetrimat. Qo Adem, qohu shpejt mas rite varri, thot nan logja, qo se mjaft, ta fladiti balin toka, qo se ty të kër
qendarit ti këndoj, ti këndoj Adem Jasharit ti këndoj. E ti them se gjaku i ti është vet liria që ka ardhë në Kosovë brigje vetrimit kjo liri. Ja vladiti ballin e trimit, ja vladiti. Kanë nxjerrë kombi ynë atë Gjergjfishten. Po e kumtoj këtë fjalim sonte me gjuhën e fishtes, me gegnishten e ti, si kur e shkroj krejt opusin e ti krijues. Që në fillim du me bë me dije se veprat e ti janë studiume, janë të lexuesit sepse janë botu, janë përkthy e i njeh krejt bota. Aq shumë vepra na kalon fishta, sa gjithmonë duhet ta kujtojmë. E ti nxjerrim këndvështrimet tona, si kur e shohim na, si kur e lexojmë me syrin ton. Nuk mund të them se është rehabilitu fishta, sa e vetë e emnin, po është korrigjue, e ai është vetë letërsia e historia shqiptare. Kur flasim për fishten, e para që bjen mend është përkushtimi e besimit në Zot. Me këtë besim, pranon thirrje për shërbes, që është një sinjal i hershëm sa ai ndon të jetë me masën, me popullin, me shërbim ndaj tyre dhe bëhet prift franceskan. E këtu e nis historinë. Me ndjesinë e tij, me shpirtin e madh, e nis tu iknue zemra për adheun e për të kalumen e popullit vet. Kështu nis të bëhet poet, që është një shërbes tjetër për të tjerët, për ne, për fatin ton, që ai jetoj e shkroj dhe e çoj zonin deri në qiell. Pra, një poet i rrallë, krijues i pavdekshëm, përkthyes, politikan, adhetar, publicist, me sakt me thonë një shpirt i madh i kombit shqiptar, që me veprat e veta na la një trashëgimi që s'ka mu harrue asnjëherë. Si kanga e zokut verës, që vallëzon blerim të prillit, por si amli fladi erës, që lmën gjit e trandofillit, por si vala e bregu detit, por si gjama e rrefes qetare, por si ushqima e një tërmetit, një ashtu është qua jon shqiptare. Qoft mallkue a i bie shqiptari, që këtë gjuhën e përëndis, trashëgim që e la i pari, trashëgim që nuk e lën fëmis. E ati u faft goja, që përbus këtë gjuhë hinore, se në gjutë huj kur sash nevoja, flet e vetën e lën mazdore. Prandaj pra nëse do një fisin, mali brego e malësia, për një goje sot po brorisim, me gjutë vetën, rof qipnia!